Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun Zotin ton. Dhe nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin ja shprehim Allahut Zotin ton. Zotin ton e falenderojmë, prej tij falje, udhëzim, mëshirë dhe rahmet kërkojmë. E u dërgojmë selavatet dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, dhe ai padyshim është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit e Allahut xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen dhe mbi të gjithë ne besimtarve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jonë dhe i gjithësisë, mëshiruesi jonë, furnizuesi jonë, falësi jonë, mbuluesi jonë i mëkateve dhe i gabimeve tona, dhe shtuesi i pasurisë dhe i mirësive tona, dhe zgjidhësi i të gjitha problemeve tona, Allahu xhalleshanuhu ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, krenar dhe shumë të lumtur dhe sot në këtë ditë të madhe të xhumas, festë e javës për besimtarët, jemi këtu para jush në hijen edhe në mbrojtjen, në kulmin e shtëpisë së Zotit xhalleshanuhu, musafir të Allahut te bareke ve teala, dhe s'ka si më mirë të ndjehet besimtari musliman se kur është musafir i Zotit vet, musafir i krijuesit vet, dhe i takon nikoqirit të Zotit shtëpisë me mirëprit, me begatu, me fal, me mëshiru dhe me ju përgjigj lutjes, kërkesës, hallit, brengës së atij që ka ardhur me njoft për Zot, edhe me lut e me i kërku ndihmë e falje e mirësi Allahut, krijuesit, Zotit e tij. Vëllezër besimtar, nga momenti në moment, nga çasti në çast, nga dita në ditë, nga festa në festë, nga ngjarja në ngjarje, kështu e ka beku dhe e ka ngrit lart Zoti i vet, krijesën e tina, besimtarin musliman. Sa i kalum ditë madhështore dhe sot jemi në muajin Muharrem, që është muaji i parë i kalendarit islam, muaji i parë i vitit të kalendarit islam, pra është viti i ri i muslimanëve. Dhe kjo datë, për cilët me një ngjarje shumë të rëndësishme, shumë ngjarje me rëndësi kanë ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, mirë po, me që këtë datë e kanë zgjedhur që ta marrin si bazë për fillimin e regjistrimit të kalendarit islam, kjo na bën me dije që me të vërtet kjo ngjarje, kjo ndodhi ka qenë prej ngjarjeve më të rëndësishme të jetës së pejgamberit alayhi salatu vesselam, dhe kjo është hijreti apo migrimi i pejgamberit alayhi salatu vesselam nga Mekja për në Medinën e ndritur. Të nderuarit e mi, ne vazhdimisht kemi ndëgju ligjërata në aspektin shpirtëror dhe në aspektin fetar për migrimin. Aspekti fetar është i përgjithshëm për çka do që të flasim, mirë po për aspektin shpirtëror, se si migroj, si sakrifikoj, si u përndjek, si nuk u lan vendin dhe tina e kështu me radhë. Mirë po, sot ndoshta ka ardhur koha kur edhe kësaj ligjërate, edhe kësaj ndodhije, edhe kësaj ngjarje, po edhe të gjitha ngjarjeve tjera me ju qas edhe nga një kënd tjetër vështrimi.
Pse Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu e urdhëroi profetin Muhammed, pse u dasht Muhamedi alayhi salatu vesselam me e bo migrimin? A ka qenë zër për Zotin, me ja mundësu Zoti që në Mekë, aty në vend vetin, pejgamberi alayhi salam me bo shtetin e muslimanëve? Po me po tonat kiamet, tonat zullum, tonat ato peripeti, tonat ato vështërsi që i po pejgamberi alayhi salatu vesselam gjatë aty në 13 viteve në Mekë, por edhe gjatë migrimit, gjatë rrugës, peripetit e rrugës, vështërsit e rrugës, për ndjekja e pabesimtarve, ata edhe nuk e lenin me zhvillue që shduhet aktivitetin e tina fetar dhe njerëzor në Mekë, po edhe kur doshti me migrue, me shkuen me Medine, qërshin me pengu dhe mës me lanë me shku. E kjo për jetën e besimtarit flet shumë. Kjo për ne si besimtar na flet shumë. Se Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, krijuesi jonë dhe i gjithësisë, nuk ka pas për qëllim edhe nuk ka për qëllim deri në kiamet me ne që të na shoh në vështërsi apo të na vu në vështërsi. Mirë po, të gjitha qëllimet, të gjitha arsyet e Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu janë me po gatishmërinë, sinqeritetin, qëllimin, a jemi në gjendje na për hotër të Allahut Gjelle Shanuhu me të vërtet, me lonë pasunin, me lonë vendin, me lonë gjithçka, edhe për me triumfu e fjole Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, me emigru edhe me lonë të gjitha pasurit, aspektin e dynjas. Diçka të kur që zhbom na, edhe unë mendoj që ma shumë se ndoshta çdo popull tjetër, ne shqiptarët e Kosovës sidomos, e kuptojmë në polc migrimin, arsyeën, qëllimin, e përjetojna në shpirt kur e përmenëm migrimin. Sepse një pjesë e mon dhe e jona, jemi pjesë e viteve 98-99, kur u detyruam edhe na mi lshu votrat tona dhe milon vendet tona. E çka ndodhi? Si ndodhi, si u bo që një vendi, një shteti që i pat aleat shumë vende për rreth, shumë shtete për rreth, me ja kthye shpinën edhe me mu kthy me bombardue për neve, për me na i mundësu neve realizimin e synimeve dhe qëllimeve dhe ondrave shekullore për me bo këtë tokë tonë të shajten shtet pavorën edhe sovran. Që shumë ndru kjo historik kështu? Kush është ai i cili i shtyri mendjet e ndritura të miqve tonë ndërkombëtar me na ndihmue për me bo këtë shtet? Veç Allahu te bareke ve taala. Pse? Se e po qëllimin tonë të pastër, e po palkunshmërinë tonë që e kemi pashtamën fise bili la për izet Zotit, e kemi vendos me luftu derin vdekje, kemi vendos me dhonë gjithë qka së kur që shdanë shumë familje, Allahu i gradoft edhe i pranoft prej gjenetlive, ata e familjet edhe çdo kënd që ka sakrifiku për këtë vend edhe për këtë tokë, dhe na i boni të mundsh me mu kthy apet fitimtar edhe koklart në këtë troje shekullore tonat stërgjushore. Për çka? As mujti Zoti më na i mundsu mu çliru e na pa luftë, pa sakrificë.
Po, ka mujt. Po çka? Innamal a'malu binniyat. Veprat e njerëzve Allahu i shpërblen mbos njetit, mbos qëllimit. Allahu don me po njetin edhe qëllimin ton. O vllazni, pasha madhninë e Zotit, na ka thënë Zoti çat shumë dëshmi në këto ngjarje. Edhe kjo një prej tyne që nëse e kem njetin e pastër, qëllimin e pastër për me arrit një synim, punoni edhe hajde të punojna pa nol, se vallahi, billahi, tallahi, kena me arrit ati qëllimi. Me sakrificë po, me mund po, ama me arrit pa tjetër. Se pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, kur dulin kodërt Medinës, u kthy dhe e këshyri, edhe i tha, e mërë veni jam, kur nuk të kisha lon, kur s'ta kisha kthy shpinën, si kur mos t'isha kon i detyrum. Edhe e luti Allahun fort, mi ndihmu mu kthy fitimtar apet në vend vetin. Pa e kish kthy Allahu fitimtar, si kur mos kish sakrifikue, si kur mos t'i shue me punue, mu que, me dole, me shkue, me shkun me dine, e me bo shtetin, e me bo shtrije, me bo shoke, miqe, gjithë shka. Nuk e kish ndihmu Allahu. Po do është sakrificë, me pas nejt na, dur kryq, edhe mu s'buque, mu organizue, e me kundreshtue, e me luftue, e me punue, me dirë gjake njërë se sane, a i shumë shliru? Jo. Jo, nuk shumë shliru. Po qka? U dash sakrificë, u dash mund, u dash djerës, u dash mos pu pajtu, as me kralin, as me mretin, as me atjetrin, as me atjetrin, as me atjetrin, u dash mos pu pajtu, me asni tradit, me asni kultur. Pasha Zotin, si kur t'i shumë pajtue na, me do kultura dhe me do traditat hujat, si kur qysh fatkeqësisht kena nis me menu që du t'mu pajtu sot. Sot në liri, na po menojna që mu pajtu me traditat e huja, me kulturat e huja, me gjuhët e huja, është emancipim, është kultur, është evropianizim, është shkumje për para. Me pas bo më najque shejtoni qitë mene, në vitet e 90-ta, se bënda kur gjë nuk është me folë sërbisht. Shko, nuk ka dosh tjetër, veç me nashti neve me folë sërbisht. Edhe me nashti mi mshel gjamiat, edhe mos me thirë e zonin, që të dy sende mi pas bona, s'kishun pos nevoj as me sakrifiku, as me luftu, as me dirë gjak, as kur gjo. Amo veç shqiptar musliman nuk ishum konë në që të troje, si kur fati i dëvlaznive tonë në për rrethin që i dinana, që sot kanë qenë troje tona shqiptare, stërgjyshore i lire, e sot nuk flasin shqip. Sot s'flasin shqip. Sot me shku me vetë port e ty në thujnë, vallaj po, shqiptar jena konë na shqip këna fola mo, tash se di qka u bo. S'kan sakrifiku, s'kan luftu, nuk e kan mbrojt, edhe e kan humbë. E që të ngjarjet e dashur vëllezër, për të gjithë neve do të me konë një lajm, edhe një alarm, se qëndroni stoik edhe të pathyeshëm në ato që është e jona, në ato që e kem trashëgume gjyshe bab gjyshe stërgjysh. Qëndrojna stoik të pathyeshëm, shqiptar musliman, veç që shto, kena me shku për para, edhe kena me konë këta që jemi. Ndryshe, mujna me konë me egzistu, amo jo të folë shqip, edhe jo të e qitë krytë në sejtë. Allah na i boft këtu ngjarje, shembuj, që jo veç mi mbush ligjeratat tona në përdotat caktume, po me na ringjall, me na rikthye përsëri me mendue që hijret i vyn njeriut gjatë gjithë jetës me bon. Kur shtiza nuk e ka arrit cokun, pa u kthy një 2-3 hapa mrapa. Apo? Kur e morëm shtizën, edhe e fusim në hark,
pe ngrih mropa një 2 hopa, a mundet me shku për para me arrit pikën? Jo. Edhe na duhet shpesher me bo hijret. Hijret edhe të mendjeve tona duhet me bo. Hijret edhe të zemrave dhe të shpirtave tona duhet me bo na shpesh. Se na pe kujtojmë hijretin, o kon Muhamedi alayhi salam qështu, o kon Ebu Bekri qështu, nuk e ka lëshu as një hap pejgamberin e Zotit Gjellëshanuhu. E ka sakrifikue vetën për pejgamberin alayhi salatu vesselam. U kon Aliu qështu që ka flejt në shtrotin e pejgamberit alayhi salam, edhe ka rrezikue me shku me myt pa besimtarët. U kon Omeri, i madh u kon ai u kon pa ju dek. Ai e ka kry punën e vet. Na kush jemi? Na ku jemi? Në krahasim me ata emna edhe me ata njerëz. Na çka po bojmë? Wallahi vetëm që e ka bo hijretin hoptazi, edhe ju ka thonë pa besimtarëve, kush dën me lon nonën jetim edhe gruën e vej, në del filon ditën se unë e kom jetë me bo hijretin. Qështu ju ka pas thonë Omeri? Amo nuk po ka Omera mo. S'ko mo Omera. O dek Omeri me ka krejt. E s'ko mo Omera me dojnë mi thonë shkohë të shkines, kush dën me lon nonën e vetë, pa djollë, edhe gruën e vej, në t'jam synë veni tonë edhe tukës tonë. Që si Omera lyp veni, që si Omera lyp koha, që si vendimesh, që si burrash, që si njerëz të pathyshum edhe të pakthyshum ropa i vyjnë botës në përgjithësi edhe neve si shqiptar në veçanti. Allah na forcoft e na boft me konë të vetëdijshëm se me të vërtet pa sakrificë nuk ka liri edhe nuk ka arritje të synimeve dhe qëllimeve tona. Sadakallahu l-adhim.